Kavaja është në krizë totale, të çdo lloj biznesi nuk ka punë, plus që edhe taksat janë shumë të larta. Qeveria nuk na ka dhënë asnjë ndihmë, asnjë premtim, domethënë që ne të vazhdojmë gjithmonë ndeshemi çdo ditë me agjendët e tatim taksave, na vinë çdo ditë, na bëjnë kontrolle, më shumë po të merromi, jo se s'kemi punë, po se po vinë gjithmonë kontrolle tatimeve. Edhe forca vlerë është tepër e dobët në Kavaj, nuk ka fare, absolutisht. Lek s'ka, punë nuk ka, lëvizje s'ka, normalisht që dhe dyqanet mbyllen. Kjo është, nuk përballen tatimet që ka dhënë ai me shitjen, se duhet jetë shitje më e lartë që të përballet tatimi apo njëra mbi tjetrën, nuk është, të paguhen. Fukaralliku e ka myt komplet, fukarallik, s'ka para, gjithë pa punësi, por ne s'ka dyqan nuk hapë, s'ka me qëdi po guhet jeti. Nuk të lahat tjeraja, nuk të lahat shumë shtënjët. Gjenë ekonomike dobet, popullsia po ikën gjithë, qeraja na vret shumë se kemi shumë të lartë, njerëz nuk ka blerje, kaq. Po rrim kot. Punë s'ka fare. Fare. Çdo vit që po vjen më i dobët po vjen. Ma dyqoni me këtë gjendje që është. Asnjë nuk ma. Po kemi materiale më dhe nuk kemi ku i çojmë. Kjo është kryesorja. Nuk kemi ku i çojmë. Gjendja ekonomike mod zero. Emigracion ku të shkojnë më tepër? Se s'ka ku shkojnë. Ç'e bën ndodh? Asgjë, po falimentojnë. Dyqanet Kavaj. Asgjë. Punë s'ka, gjë s'ka. Ja, rrim kot ja, shohim njëri tjetrin këtu asgjë. Vetëm shohim njëri tjetrin. Ne për këtë situatë, domethënë, këtu e ka gjithë bonim, mund të bonim mbi 300.000 xhiro, ne më ditë punë e quajmë ne sot. S'ka na bërë as 10.000 lekë xhiro, më thon. As të vjetra, se treja mos bëhet llaf. Kështu që ne sidomos Kavaj një herë mori fund.